Flamuri është flamuri personal I Isa Boletinit, I cili daton nga viti 1910. Realisht ky flamur është përdorur në kuvendin e Isniqit dhe në pajtimin e gjaçeve të vera të Lullës me 4 prill vitit 1910, ku pas 6 dite me këtë flamur e ka dheqë edhe betejën e Caralevës, se është majt me 10 prill 1910, dhe ma vonë në kryengritjen e vitit 1912, realisht në kuvendin e Junikut, është përfaqësu me këtë flamuri Isa nga Mitrovica dhe me 30 qershor 1912 këtë flamur e ka ngrit në shalt të Bajgorës në vendin e quajtur Vesekovs, ku aty I ka bo bashk parin e shalës, të lapit dhe të zonës Vushtris, ngrihet flamuri dhe realisht aty fillon edhe kryengritja përgjithshme. Mirë po jo vetëm, sepse pas ngritjes së flamurit në Vesekovs, fillon edhe shlirimi I qyteteve nga Pazari I Ri, Mitrovica, Vushtreja, Prishtina, Ferizaj, Kaçaniko dhe pas 20 ditësh njëjtin flamur do të thotë me 40.000 kryengres shlirohet edhe qyteti vilajetit të Kosovës, pra Shkupi, I cili ishte shumë interes kombëtar dhe ne sot në muzeun ton e përfaqësojmë me flamur identitetin dhe rolin e madh të këtij flamuri që ne bante Bisupe Basaiz dhe do ta falenderojmë dhe nipin e tij, realisht I cili ishte nipi, sekretar dhe bashkëluftar I Isa Boletinit, vet Tafil Boletini, I cili në vitin 60 me 8 tetor vitit 1963 ai vendos që ta shon përjetësisht Kosovën dhe të vazhdoi jetën e tij në Shqipëri. Para largimit, flamurin edhe shumë shënime me fotografia kishte lënë të ndjerit babit tim Gjavitit, dhe ma vonë koha dhe liria Kosovës baba I kaloi keon dhe tash ne I kemi këtu në muze, ku shumë shpejt besoj që do ta bëjmë edhe ekspozitën e re, jetën dhe veprën I Isa Boletinit dhe familjes Boletinit, ku jo vetëm me dokumentacionet të instituteve të Kosovës, Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, po ato do jenë dokumente arkivore nga Stambolli, Bukureshti, Roma, Vjena, sidomos Londra. Besoj që kulla I Isa Boletinit do të kalon në një atraktivitet profesional dhe pjesa tjetër është Gjamadani I cili është punu nga dora e vetë nanës Isa Boletinit, nga nona Ajshe, dhe për fat të mirë dihet që kjo ka mbet në shtëpi dhe në kohën e egër të regjimit komunist, ku familja ekzekutua Burgos nga ish pushteti Jugoslav, në një përkushtim të jashtëzakonshëm gratë e shtëpisë tonë kanë rujt këtë Gjamadan dhe në fillim të viteve 80-ta, Gjamadani dorëzohet në muzeun e qytetit të Mitrovicës, ku qëndroi deri në vitin 99 pas luftës së Kosovës. Dhe pas përfundimit të luftës së Kosovës, ne me babin tim të ndjerë, Gjavitin, kemi shku I kemi marrë dhe tani kë prap ju ka kthy Boletinit, edhe shumë, do me thonë, eksponatet e familjes, ne do t'i vendosim këtu përjetësisht. Roli im, do me thonë, kjo ka qenë ai roli im, I cili tash 20 vite e punoj këtu në kompleksin e kullave të Isa Boletinit, edhe si Ciciran, edhe si familjar, priti dhe përcjeli mysafir nga gjitha treva shqiptare. Mos të përjashtojmë edhe diasporën, por edhe diplomate huaj që na vinë dhe vizitojnë dhe inspirojnë dhe kënaqen me historinë e famshme të familjes Boletini.